Tässä videossa me näytän teille, miten me voidaan ajaa autoa eteenpäin, taaksepäin, miten me voidaan kääntyä vasemmalle, oikealle, miten me voidaan peruuttaa, siis miten me voidaan ajaa taaksepäin, miten me voidaan pysäyttää auton ja niin edelleen. Përshëndetje të gjithëve, në këtë video do t'ju shfosh se si mund të pozisim para mrapa, të thësë se si mund të themi këtë fjalë në finlandisht shqip. Le të fillojmë. Minä käynnistan auton, unë ndez makinën. Auton käynnistetty, makina është ndezur. Minä ajan autoa eteenpäin, unë vëzis para. Minä jarrutan, unë frenoj. Minä jarrutan, unë frenoj. Minä ajan taaksepäin, unë vëzis mbrapa. Minä pysähdyn, unë stopoj, unë dole. Minä käännän vasemmalle, unë kthehem mojta. Minä ajan taaksepäin, unë vëzis mbrapa. Minä käännyn vasemmalle, siis oikealle, unë kthehem jota. Minä jarrutan. Do t'ju tregoj tani se kur është domethënë frenim i vrullshëm. Minä ajan autoa eteenpäin, unë vëzis përpara. Minä teen äkkijarrutus. Äkkijarrutus. Tämä on äkkijarrutus, frenim i vrullshëm. Minä sammutan auton, unë fik makinën. Minä suljen ikkunan. Unë mbyll dritarën. Minä avan oven. Ovi on avattu. Unë hap derën, dera është e hapur. Minä jän pois autosta. Unë zbres nga makina. Por do t'ju tregoj edhe si mund të themi kur hypim në makinë. Minä nosen auton. Unë hyp në makinë. Këtu mund të themi në dy mënyra. Minä hypän auton. Unë do thot kërcej hyp në makinë, dhe tjetër është minä nosen auton, unë hypi në makinë. Do thot të dyja e kanë kuptimin të hypësh në makinë. Kur zbres, themi minä jän pois autosta, unë zbres nga makina, ose minä hyppään pois autosta, unë zbres nga makina. Minä suljen auton oven, unë mbyll derën e veturës. Minä lukitsen auton. Unë mbyll me drytët, thot makina. Auton lukittu. Nyt auton lukittu, nyt tani vetura është mbyllur. Faleminderit që shikuat, shihemi në videon e radhës. Kiitos että katsoit, nadam seuraavassa videossa, moikka!